ky edicion, i cili finalizohet sot me poetin e tretë laureat të vendit, uroj të shërbej pikërisht për të nxitur kulturën e krijimit, për të nxitur të rinj që shkruajnë poezi, për të shtuar aktivitetet që ka në fokus vargjet shqipe, për të rikthyer sy tek tradita, por edhe për të folur pak më shumë për bashkëkohësinë. Do doja të falenderoja jurinë e këtij edicioni, duke nisur nga kryetari i saj, poeti Primoz Llaku, profesori i nderuar Ymer Qiraku, poeti Aleksandër Qipa, poetja Majlinda Nana dhe poeti Coloreto Cukali. Ftoj laureatën e sapo shpallës të vi për tërheqjen e tij. Nga vetë e dukshme. Kjo është misioni të dukshëm. Mision i transparent dhe i sinqert. Po. Ju falemderit për besimin. E pranoj këtë titull me mirënjohje dhe përgjegjësi. Për mua poezia nuk ka qenë kur një privilegj elitar, por një mënyrë e të jetuarit me guxim ndaj vetes dhe ndaj botës. Qere, kur lexoja poetët e mëdhenj, kam besuar se poezia nuk ekziston për të dhënë mësime morale, por për të na provokuar duke na ndriçuar në thellësi të vetes, që të zbulojmë imazhe dhe ndjesi të strukura në errësirën e universit të qenies son. E kam krahasuar poetin përherë me figurën e Krishtit, që i mbeti përjetësisht mbi kokë, kurora me gjemba, vetëm e vetëm se ai mori përsipër mëkatet e të tjerëve për të na dhënë mesazhin e kryqëzimit nga dashuria për njerëzimin. Ndaj si poete laureate, e shoh këtë titull, jo si kuror dafinash, por si një mision, një detyrë publike për ta mbajtur poezinë të gjallë. Mendoj se poezia bashkëkohore shqipe e meriton dhe duhet të shkojë te lexuesi, veçanërisht e të rinj, por dhe te qytetarë të moshave të ndryshme. Kam ndërmend të punoj drejt për drejt, me nxënës dhe student, përmes leximeve publike, punëtorive të shkrimit dhe bisedave të hapura. Dua të krijoj dhe të kem një ekip me të rinj, vullnetar, po edhe duke i mbështetur student, që të rinjt në ato takime që do bëjnë, të rinjt të ndihen të lirë, të shkruajnë e të lexojnë pa frikën nga bullizmi, se po zbulojnë ndjesit apo dobësitë e veta, pra të shprehen pa frikën e autocensurës. Dhe natyrisht kjo do të realizohet në bashkëpunime me shkollat, bibliotekat e qyteteve dhe hapësirat e tyre kulturore, duke e bërë poezinë të hapur sidomos në dialog. Është e rëndësishme të krijohen hapësira të tilla dhe në natyrë, ku ndodhet dhe vetë esenca e poezisë me mesazhin e madh, të mbrojmë natyrën, të mbrojmë fjalën poetike. Unë vërtet jam zgjedhur poete laureate e Shqipërisë, por misioni im shkon për te kufive që i ndajnë shqiptarët mes veti. Dhe kur them se duhet i japim më shumë zë fjalës së bukur poetike shqipe, e kam për të gjithë ata poetë shqiptar, pavarësisht se ku jetojnë, në Shqipëri, në Kosovë, Preshev, Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi dhe në diasporë. Dhe për ta mbyllur, do të thosha se poezia e ka privilegjin që mund ta marrësh gjithkund me vete, si në një takim dashurie, ashtu dhe në një protest. Faleminderit edhe një herë për besimin, do përpiqem ta meritoj këtë titull. Faleminderit. Rita Petro e filloi veprimtarinë e saj krijuese si brezni e masndryshimit të sistemeve, pra mbas viteve 90 dhe qysh atëherë ajo ka qenë aktive, prodhimtare dhe madje edhe befasuese me krijimet e saj, saj përket tematikave, intensave letrare dhe tronditjes që ajo ka sjellë në botën e lexuesit shqiptar të mbar trojeve. Fillimisht ajo botoi në shtypin e shkrum ditor dhe ma vonë filloi të përmbledhte krijimet e saj në vëllime.
është autore e vëllimit poetik Vargje të përfoluna e vitit 1994, e vëllimit Shija e instinktit të 1998, e vëllimit provokues Vrima, e vëllimit tjetër Kënga e Turmës, e një biografia shumë interesante me anë të cilës ajo përpiqet ta shpjegoj temperamentin e saj letrar dhe që mban titullin Lindur së prapthi, botuar në 2022, po kështu në panajirin e nëndorit të viti, ajo erdhi përsëri me një mega poem të titulluar Poema e mungesës, e cila ka gjithkund tingëllime e përshkërime personale, të cilat shuhen në tekst për t'u lanë vendin meditimeve dhe konkluzioneve universale të autores. Për spikamen e saj në fushën e letrave gjatë viteve, ajo është shpërblyr me çmime kombëtare si ai bibliofilis Lumos Kendo më 2014. Një vit më vonë, pra me 2015, ajo merr çmimin e karrierës për krijimtarinë poetike. Kurse me 2025 asaj akordohet çmimi Beratinus me motivacionin figurë frymëzuese për brezat e ri. Gjithashtu Rita Petro ka qenë e nominuar për çmim kombëtar me 2014 për vëllimin e saj poetik Vrima. Po ashtu me 2022 u nominu për çmim kombëtar me romanin e saj autobiografik Lindur së prapthi. Së fundmi ka qenë nominuar për çmimet europiane të letërsisë 2024 EUPL, po për romanin Lindur së prapthi. Si pjesëtar i jurisë për dhënien e këtij vlerësimi të lartë dhe mjaft domethënës, më lejoni të ndaj me ju ndjenjën e përgjegjësisë që kam ndjerë, ashtu si edhe kolegët e tjerë, për të mbërritur në një gjykim sa më të drejtë dhe sa më objektiv. Dhe të pretendosh në një gjykim të tillë kur je përpara kontributeve të shquara të një vargu poetë shqiptar, të shumë përvojave dhe stileve që ata kanë ndjekur në krijimtarinë e tyre ndër vite, patjetër që nuk është as pak e lehtë. Në peizazhin e gjerë të poezisë sot me shqipe, e shpreh me bindje të plot, në mënyrë figurative në këtë rast, se kemi jo pak lisa të lartë poetësh në këtë peizazh letrar, të cilët shquajnë fort dukshëm sot dhe me siguri që do të vlerësohen edhe kohëve të mëpasme. Duke mbartur dhe dëshmuar kështu vimësinë, por edhe kapërcimet estetike me traditat pararense. Prandaj është e njohur ajo që thuhet qysh prej kohëve të largëta, se të mërish në një vlerësim përfundimtar mes të shquarve, nuk ka rrugë tjetër në këtë rast, veç se të shquash një të parë mes të barabartëve. Rita Petro, fituesja e vlerësimit si poete laureate, është e njohur për frymën e saj që ka sjellë në poezinë. Një poezi ndryshe nga aspekti i vështrimit të dukurive që bën objekt krijimi. Sidomos duke kapërcyer me guxim dhe konvencione dhe tabu të atrofizuara të shoqërisë, i përmendi në mënyrë mjaft analitike kolegu ynë parafolës. Rita Petro skalit në poezi personalitetin e njeriut dhe posaçërisht të femrës që ndihet vetë e lirë për jetën e saj. Do të kujtoj një moment, si thua jetësor, që në panajirin e fundit të librit, kur unë duke kaluar në përstenda të ndryshme, vajta dhe te Kalvasi, dhe aty pash një zonjë të re me fëmijën e saj, që u drejtuar Ritës, mbasi kishte marrë disa libra, dhe i tha me një zë, do thosha me përgjërim, Rita, tha, të lutem, tha zonja Rita, vazhdo të shkruash, vazhdo të flasësh, kemi nevojë për ju. Dhe ishte fjala për Ritën, ishte fjala për poetët, ishte fjala për shkrimtarët, sepse pesha e tyre është shumë e madhe. Mua më la një mbres shumë të madhe, se nga njëra duket si u lexuesi ynë është indiferent në këtë peizazhin gri që zotron shpesh në mjediset tona. Para jo ai ishte një zë i fuqishëm që tregon
që letërsia e ka dhe lexuesin e vet të besueshëm. Është një moment shumë i mirë për poezinë sepse unë shoh shumë njerëz që shkruajnë në rrjetet sociale, pa. Nevoja për të shkruar poezi nuk ka vdekur. Unë mendoj që është shtuar. Por është një moment shumë i keq sepse kemi një kaos dhe një mungesë reference. Nuk e di janë gjisni male ju, dikur kam gjitur male dhe për mua poezia është për ato që shkruan, aq më tepër në mënyrë profesionale, është një ngjitje mali. Pra ti ke nevojë ngjitesh dhe pak më sipër dhe sa më shumë ngjitesh, aq më shumë e shef botën nga më lart. Dhe kjo që po ndodh sot është dëshirë shumë për shkruar poezi, por janë njerëz që janë në fushë. Dhe nuk e kanë idenë as ku është mali, as që mund të ketë një mal, pra ka talent, ka nevojë për shkruar, ka nevojë për të shprehur, por mënyra se si shkruhet dhe se si shprehet është komplet e çorganizuar dhe është pak a shumë një rrotullim në errësirë në të njëjtin vend. Prandaj është e nevojshme ky rol i poetit laureat që t'i tregoj njerëzve ku është mali. Jo thjesht përmes asaj që shkruan vetë, por duke bërë pak zhurmë. Ne besuam me Jurin, të gjithë kandidatët ishin poetë shumë të mirë, i kemi dashur shumë që të gjithë, pra kishte një dashuri të madhe për ata njerëz që erdhën deri në listën e shkurtër, por në fund menduam që përveç se poeti mirë është e nevojshme të kesh energjinë, idetë, pra duhet të jetë ky personazh duhet të ketë edhe idetë dhe resurset energjetike, them të veta personale, për të realizuar këtë mision 2 vjeçar. Besoj që ishe një kandidate shumë e mirë dhe unë kam shumë besim dhe mezi o pres të shoh në përlajme për gjëra që do bësh për poezinë shqipe. Faleminderit, Rita. Nga librat e botuar në vitet 90. Është një poezi e shkurtër me 4 vargje. Zoti mashkull në lotin e tij krijoi botën. Bota, femër, prej dhimbjeve përsoset.